me fjalën, jam i ri, kam shumë dëshira, nëse son të dalim bashk, dua t'esh më mira, dhe shumë mirë e për merak, shoqet po ta kanë një notin, ja ka njës e po flasin, shumë e vogël e shfar fati, mos dëgjo t'i fjall të e kota, mos dëgjo shka flasin kota, t'i dëgjoj e shkall të lija, se me thonë që dashuria, o sa fort se në magnaqe, kur t'i buth ato dy fashe, kur t'i buth t'i syt e si, as nuk shoj, as nuk i ndi. Ka diçka të re? Po, ka të reja. Ja, shikoj të fotën që disa natë jam dë përcjell vajzën të ndër. O, zotë, si ka mundësi? A në vërteta këto? Po me këtë djalash të shku vajza jote. Jeni të sigur që këta dy nuk kanë asgjën me zveti? Jo, vetëm to që fishe. Asgjë me tepër. O, zotë, mja të regu qefin këti, por më se lëndonja, ama duhet gjithsesi mja bë me dijet që të largohet nga vajza ime. E keni qartë ju dy? Po bon, në regull është, si të thuash. Hajde, qka më pritni? Qaje! Hajde! Lirta, a ti qka, më ka ftuar Beli në shtëpit më njoftoj me nonën e ti. Ani, do me thane pas ke pranu Belin, a? Nuk e di, nuk më i me thonë që s'po më pëlqen, ama është shumë i kuptueshëm dhe vazhdimisht më ndajt për ta. Ani, a do me shku? Po e kum vendos me shku, po nuk e di jam i tregu babit ajo. Prit, mos u ngot, dil edhe disa herë, pastaj i tregon. Nuk e di, se kum besu që Beli ka shpejt kum më bë për veti. Edhe sa herë mendoj për ta, po më vjen me qajt. Edhe kom një ndjenjë që s'më me përshkru. Jo, nuk qenë ka dashuri, po qenë ke dashuruar deri në kry. Urdhë Robel? Po, gati jam. Jam e blirtën, po hajde merrëm. Okej, po të pres. Beli po vjen më marrë me shku të nona e ti. Shumë mirë. Nuk e di, po të rritën e tëra.